Partia Socialiste është e vendosur për realizimin e reformës administrative territoriale me ose pa konsensusin e opozitës. Në një intervistë për News 24, deputeti Tauland Balla thekson rëndësinë e riorganizimit të komunave dhe bashkive. Ajo që unë dua të them është që reforma territoriale është një reformë shumë e rëndësishme, është një reformë historike madje, po të kemi parasysh që kjo reformë vjen në interes të qytetarëve të çdo komune dhe të çdo fshati të këtij vendi. Mua më vjen keq, Partia Demokratike nuk do të bëhet pjesë e kësaj reforme që vjen në dobi të interesit të çdo qytetari shqiptar. Ndërkohë që mazhoranca vazhdon negociatat me partitë opozitare për reformën territoriale, duket se prioritet tashmë ka marrë debati për ndryshimet në ligjin për nënpunësin civil, si dhe protesta e opozitës që do të zhvillohet më 20 shkurt.